Shtrëngtimi i naftës po shoqërohet edhe me rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Në tregun e frutaperimeve në qytetin e Elbasanit, thuajse të gjitha produktet, si dhe bylmeti, po shiten më shtrenjtë. Pak ditë më parë, 1 kilogram domate në Elbasan tregtoi me 200 lek, ndërsa sot shitet me 300 deri në 500 lek. Rritjet e çmimit kanë psuar edhe speci, patlıxhani e të tjerë. Ndërsa 1 kilogram djath po tregtohet me 100 deri në 200 lek më shtrenjtë. Një situatë e tillë prek drejt për drejt xhepat e qytetarëve, sidomos të pensionistëve. Shteti duhet vendor. Të gjitha që janë rritur më shumë janë domatet, kështu që çfarë them më shumë. Rritja që ka qenë 2500 ka vaj 3000. Me lek vjetra gjithmonë kuptohet. Po thonë se të gjitha. Që nga pulmeti e dreqi e shejtani e fruta e ku ta diun. 3%, 4%. Varet më. Çfarë përballosh me hen me bi? Me 100.000 lekë marrën. Çik na vasin një çik drekën. Marrë në i mosa për largojnë, që marrë. Një mishë se shtofi me sy fare. Nuk duket e i fare, po morëm në i kofsh, në i diçka që hajë. Djathë për shumë ka qenë 6.000 lekë, apo ka vajt 8.000 sot. Pydo sot për dhe më thamë, a i me ulti, me liri. Gjitha janë shkoj se jo, angrit nasa, jo, për i nasës dhe gjitha. E njëjta situatë paraqitet edhe në Vlorë. Ja unë 100.000 lekë, në qatë blejnë 100.000 lekë, ja të jemë bëndu 100.000 lekë qatë ma. Qatë se bletot? Nuk dhe logaria të marim neve. Qa do marim për para? Ilaçe, apo të marim ja një salat mora e 2 banane, nuk kam lekë më. Në Durrës ndërkohë tregtarët thonë se rritje të ndjeshme kanë pësuar vetëm domatet dhe speci i kuq. Domatja aktualisht tregtohet nga 200 në 350 lek për kilogram, ndërsa speci i kuq ka shkuar në kufirin e 330 lekëve. Tregtarët e Pakicës thonë jashtë kamera se ata janë të detyruar duke qenë se shumica ajo që dikton çmimet fundore. Për të mos trembur blerësit, një pjesë e tregtarëve nuk i ekspozojnë çmimet në tezgat e tyre.